Dje në Shkodër u prezentua drejtuesi I ri politik I qarkut, që është Enea Karakaçi. Sigurisht është e rëndësishme që një ministër I një rëndësie të tillë, keni parasysh infrastrukturën edhe transportet, të jetë edhe drejtuesi politik I qarkut të Shkodrës. Ka një domethënie dhe mund të lidhen funksioni I tij me partinë. Pyetja juaj është e drejtë kur thoni, më po çfarë kontributi ose çfarë linje politike. Sigurisht që Enea Karakaçi e para është një djalë I ri, është djalë shkodran, është një familje shumë të mirë, është I biri I një profesor I arti. Kështu që nuk ka diskutim që është një person që njeh Shkodrën, pavarësisht qëndrimit në Tiranë edhe po themi djalit shkodran edhe të Tiranës në këtë prizëm, njëri që sigurisht njeh këto dy pole të shkëlqyera kulturore po dhe të drejtimit politik dhe ekonomik. Sigurisht që ka vepruar, vjen me një background të profesionalizmit të tij dhe sigurisht që njeh edhe paraarsit edhe masarsit. Njeh edhe funksionet që do të ketë në punën që ka. Ai që ka rëndësi për Shkodrën edhe pyetjet që dalin janë pse ky moment I lëvizjes tash, pse po I dorëzohet, po mundohem që të bëj një narrativë politike me ju. Partia Socialiste me koordinator, po pastaj edhe me po themi shefin politik të qarkut që ishte Benet Beci, ka bërë ndryshimin epokal të Partisë Socialiste. Të them të drejtën, unë kam kritikuar shpeshherë Partinë Socialiste se kishte po të njëjtën sëmundje, dhe këtë e kam thënë në shumë televizione, edhe kur më kanë thirrur, po dhe kur kam mbajtur si të ligjerata, narrativa politike të mia personale. Në 33 vjetë që në pushtetin vendor këtu, në vend, në Shkodër, ka sunduar Partia Demokratike, se pushteti qendror është ndruar dhe shumë drejtorë të qendrës kanë qenë dhe socialistë. Por në pushtetin vendor, gati shkoi puna në të njëjtën sëmundje, në të njëjtën kollitje. Të një bashkëpunimi që sigurisht nuk ishte për keq, por që filloi të smunte të dyja palët njësoj. Kur e zinte gripi Partinë Demokratike, të nesërmen e zinte edhe Partinë Socialiste. Gati, shpeshherë jam acaruar deri në atë pikë sa kam thënë këta duan ndonjëherë pushtet, duan të marrin ndonjëherë pushtet vendor, dhe kjo u bë vetëm 2023 e mundshëm. E mundshme në zgjedhjet e Benet Becin, edhe me një organizim ndryshe, me një koncept ndryshe të veprimit edhe të Partisë Socialiste. Dhe pikërisht kjo ndryshe edhe me, po themi, drejtimin e Benet Becit edhe për Partinë Socialiste, jo vetëm bashkisë. Imagjino çfarë anarkeset është. Edhe për Partinë Socialiste, në riorganizim kapilar të saj, ishte dhe forma dhe përmbajtja e mundshme për të ndryshuar dhe konceptin, dhe ky koncept duhesh ndruar tani që janë pushtet, se në opozitë mund të bësh ndryshime sa duhesh, por nuk ke kohën e provës të pushtetit, dhe mundësitë e provës të pushtetit, dhe mundësitë materiale, fizike, organizative të pushtetit. Duhesh bërë tani. Dhe normalisht që Benet Beci e ka bërë. Por kjo I ka ngrënë kohën edhe kryetarit bashkisë. Normalisht që në një farë mënyrë operativiteti I kryetarit bashkisë është në lartësi të tilla dhe e ka lejuar të bëjë mbështetja nga Edi Rama dhe nga gjithë strukturat ka qenë, edhe ministrat ka qenë. Absolutisht nuk mund të bëhet pa ndihmën e tyre. Por në një farë mënyrë sot Partia Socialiste deri në organizimin e vogël të saj ka ndryshuar. Nuk është më ajo e dikurshme. Jo pse nuk duan respektuar të dikurshmin, po dhe përmbajtja dhe forma edhe rinia edhe pjesa e moshës duhet ndryshuar, dhe sigurisht Benet Beci e ka ndryshuar. Dhe pikërisht këtë lloj Parti Socialiste vjen të marrë në dorë Ministri Infrastrukturës dhe Ministri I Transporteve Enea Karakaçi. Këtë Parti Socialiste
Jo atë para 1 vjetit e gjysë ose 2 vjetësh. Dhe normalisht edhe mund t'i takoj, të komunikoj më mirë, sepse midis të rive dhe midis formës së re dhe organizimit të ri, nuk ma mërmende se ka kontradikt të fshehur. Është gjithçka e hapur, është gjithçka e përballshme dhe e kontrollueshme në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe në këtë fshkim, në këtë lloj synimi dhe shikimi, i duhet thënë Becit, i duhet thënë faleminderes, duhet mi thënë gjithë, absolutisht. Dhe njëkohësisht pastaj të shikohet punët e bashkisë dhe ato që shpeshherë akuzohet Beneti, por që janë edhe punët e qeverisë. Një fjala Bacalleku, që zjatet, kontraktor, firma, 3 firma, 9 kontraktor, edhe marrëzira të tilla, ku shifet shumë mirë se me ndërmarrjen e tij të ngritur në bashki, Berit Beci fillon e mbaron punën. Në shkolla, në rrugë, në lulishte, në rrugën komplet, Don Boskën, për shembull, kanalizimet, gjitha, fillojnë dhe mbarojnë. Nuk mbeten përgjysëm njëherë me janë në një farë mënyrë në turpi, kontraktor, non-kontraktor, janë turpi i investimeve, i rrugëve. Ne për rrugët jemi për të turpruar. Nuk e di kush i ka fajet, gjithë tash i çojnë fajet aty ke Bela, thonë ajo i ka fajet gjitha, por nuk mund t'i ketë fajet një njeri, fillojnë kudo fajet. Po kjo nuk i takon këtij klipi që po bëjon. Praktikisht po flasim për Shkodrën, është shumë mirë që është edhe në këtë pikë po them kështu, është shumë mirë që është edhe ministri, është e para herë që kemi një ministër kaq të rëndësishëm shkodran. Mos harrojmë që u bë kohë shumë pa pasur ministra kaq të rëndësishëm. Ne kemi pas Lulzim Basha ka marrë edhe një zëvendës kryeministër Shkodran, e ka marrë edhe Edi Rama. Por s'kan pas gjendor, dhe kanë bërë vetëm fjalë. Pashtu kemi pas edhe ministre, Edona Bilalin, por ministret një ministrie me 6 veta. Kanë bërë punë të shkëlqyer, por aq ka pas ministria. E kam fjalën ministër të rëndësishëm. 2 ministra të rëndësishëm. Kemi pas dikur në kohën e Sali Berishës Bashkim Koplikun, nuk duat përmend Nart Nokën, për faktin se pse ta lejmë Nart Nokës Vadesin, për shembull, pse ta lejmë t'ia fusim Shkodrës. Po themi, po qarkun e Shkodrës, por Bashkim Kopliku ka pas, Sali Berisha si ministër të brendshëm edhe e siluroi, e nxori jashtë, solide urt, bashkimi sigurisht. Nuk mund të mate qëndrime kështu tipike berishiane. Do grinesh, sepse nuk mund të rish me Berishën kur ke statur dhe ke mendim ti thush po për gjithçka, është e pamundër. Ata që kanë një lloj stature do t'i thonë jo, se s'bane, do silurohen nga Berisha. Dhe ky është Enea Karakaçi që është edhe në moshë i ri, po njëkohësisht ka edhe një ministri e cila mund t'i japi fund edhe këtyre punëve që kanë nisur në Shkodër, po nuk janë bitisur. Punëve që kur ishi ka qeveria, por që kur nuk mbarojnë ose shkojnë punë të keq, goditet Beneti. Më kuptoni? Ky është edhe momenti për tu ravizuar ose për nënvizuar, për të kuptuar që shpeshherë janë punët e qeverisë, të cilat do thoni ju, po Beneti i ka marrë përsipër për Shkodrën. Është e vërtetë që i ka marrë përsipër, por secili bën punën e vet. Beneti duhet me pak e punë që bën Bashkia e Shkodrës, dhe Bashkia e Shkodrës bën ato punë të cilët zakonisht përfundojnë. Nuk nisin për të stërzjatur. Punët pastaj me kontraktorë, nën kontraktorë, gjëra të tilla të vazhdojnë në zjatën e stërzjatën, siç është zgjatur edhe ajo e Zogajve, që shpresojmë të përfundojmë, edhe si s'po zgjat kot në sikot edhe Bacalleku, që shpresojmë punë të spakut rruga të përfundojnë në fund të majit. Kështu sikur di unë që është marrë një vendim që duhet të përfundojë ajo rrugë në fund të majit, shpresojmë që të përfundojë 800 metra, 1 kilometër rrugë. Deri që e hangër, edhe kur e nis duhet ta bitisë, sepse ajo është një pjesë e rrugës kryesore. Një rrugë ka Shkodra që do futen. Në Shkodër nga ajo rrugë futesh. Po, mund të futesh edhe nga Vadesit, por ajo konsiderohet rrugë dytësore. Për çfarë arsye duhet të hysh andej në Shkodër. Kjo është rruga që futet. Mund të vënohet në fije ura, dhe s'ka pse vënohet, por mund të vënohet, atë besojmë. Në fundit
tjetë rruga e shtruar rreth rrotullimit dhe rruga e Bachadekut. Përfundoi kjo. Nuk përfundon, ja po e themon, sepse ta mërzisin jetën kontraktor nën kontraktor. Ta mërzisin jetën me punët e tyre të pakryme, që se marrin seriozisht edhe që nuk janë për atë punë. Unë nuk do t'i kisha thënë kur tender aty. Asnjëherë tender, edhe nuk do kisha thënë kur tender që përfundon ke nën kontraktori i dytë, as ke nën kontraktori i parë nuk do kisha thënë. Ndoshta kjo është e mira dhe ndoshta këtë ka menduar, unë jam sigurt që këtë ka menduar edhe Edi Rama kur ka pru Enea Karakaçin në Shkodër. Ja, këtë desha të them për emërimin, prezantimin e tij. Pastaj është mirë ta kemi edhe një ministër kaq të rëndësishëm shkodran. Jo për të harruar Korçën, jo për të harruar Gjirokastrën, jo për të harruar Elbasarin ose Vlorën, por për të kujtuar Shkodrën, sepse sigurisht Shkodrën e kishin harruar. Dhe kjo Bela e famshme, edhe shumë Bela të tjera që nëse kanë hesabin e tyre në këtë pikë. Në këtë pikë kemi tash edhe një njeri tjetër të fuqishëm, i cili merret edhe me partinë, dhe sigurisht kemi kryetarin e bashkisë, i cili merret me bashkinë, edhe bashkinë e madhe të Shkodrës, edhe normalisht atë që duhet merret, dhe që janë punët e bashkisë Shkodrës. Tjetra që duhet të them është që botimi nga ana ime një fotografie të konsulatës së Serbisë në Prishtinë vitin 1888. Është shumë signifikative. Dhe duhet ta vlerësojnë si fakt. Megjithatë këtu merren me nacionalizma, me sharje, me fyrje, me shpallje tradhtarësh. Shqiptarët s'bin dakord me asgjë. Do zoti edhe bin sot dakord me këtë emision po e shihni që ndërkohë është kombëtarja. Pra kam një përshtypje që ta shihni pak. Por çon si ka, unë po e bëj. Për kombëtarën mbas e bim edhe dakord. Por për tjera gjëra ne bim dakord duke shpallur unitetin tradhtar, sidomos këtë punë ka në mënyrë të jashtëzakonshme me Kosova, në mënyrë të jashtëzakonshme me Kosova, po edhe ne megjithëse e kemi harruar prapë themi nga i fjalë. Po çfarë përcakton kjo? Përcakton konsullatën e Serbisë, që ishte shpallur në vitin me Kongresin e Berlinit, shtet. Është formuar me Kongresin e Berlinit. Dhe sigurisht në vilajetin e Kosovës 1888 ata kishin përfaqësi. Kishin konsullat, pra kanë njohur Kosovën si jo të tyre. Ajo është një fotografi që tregon që Serbia nuk e ka pas vetën Kosovën me gjatë gjithë kohës perandorisë. Gjatë gjithë kohës perandorisë. Se sigurisht para se të bëhet vilajet ishte pashallit. Ishte Sanxhak. Tash të lutem. Si ka mundësi që vetëm një fotografi e vetme t'ju tregoj të vërtetën. Përfaqësimi i Serbisë në Prishtinë me konsullat që përcakton në mënyrë definitive, të qartë, të pastër, që nuk është pjesë e Serbisë. Kosova s'ka lidhje me Serbinë. Sepse ata kanë pasur konsullat. Mund ta kenë edhe sot. Po kanë pasur konsullat 1888. Dikush ka qenë otomanët ka qenë perandoria. Po pse ku nuk ishte perandoria? Nuk ishte në Serbi. Serbia prej kujt e mori lirin? Apo nuk ishte pjesë e Serbisë? Apo duhet të tregojnë pralla këta, se pralla janë mësuar të tregojnë historitë e tyre. Jo vetëm pralla, po edhe budalliqet e jashtëzakonshme, marrëzira nga më të mëdha. Kush nuk ishte? Greqia. Kur e ka marrë lirin? 1830. Ka filluar revolucionin, edhe e ka ndërtuar një mbret gjerman. Nga kush e morën këta? Bullgarët, serbët, maqedoncët. Maqedoncët ishin as një pjesë e kërkuj. Kush? Ne jemi të fundit. Malizi, na ranë qaf edhe ne. Masi filloi të shpërthiqet, edhe të shpërndahet, edhe filloi lufta, serbët hynë me forcë dhe morën një pjesë të madhe të atij vendi që nuk i takonte, të atij vendi që kishin konsullat, të atij vendi ku ishin me prezantim konsullor, pra që e njohin si një shtet tjetër jashtë tyre. Është një fotografi fantastike që vetëm atë t'ja tregosh atyre njerëzve edhe këtyre budallëve, shpërçaturve, ignorantëve, nga të dy palët, se ka ignorant kudo,
ka Serbia që janë të poshtër, po dhe Kosova që ka edhe të poshtër edhe ignorant. Të kuptojnë historinë. Keni pasur përfaqësim konsullor në Prishtinë. Pra keni njohur sovranitetin dhe keni njohur që nuk është gjë e juaja. Ju thjesht do prezantoheni me konsullat. Dakor, miqtemi, është një fotografi fantastike e cila bën historinë. Mjafton t'ja tregosh e thosh urdhë serbe, me çka keni qenë dikur të prezantuar në Prishtinë. Dakor?